Gjithkohës edhe aty brenda kisha mendjen nga mami. E vetme gjë që më frenoi që të hyja në një personazh të luaj një rol, thash po më shef mami, po është smur mami. Do e kapë mami në zemër, do e zë vibracionin. Domthon, nisesha për të bërë diçka, thash pse po më shef. Fytyra mamit përpara. Në fakt Më ka penguar gjithkohës që isha më i gjallë, isha më, ku diun, më sherrçi, më budalla, më i lirshëm. Mendoja gjithkohës atë, edhe unë isha për shumë kërisi, disha ke, mos hyj dy vezë, Ajo është në fakt, në sektor reality duhet me qenë all in në një farë mënyrë. Atë do të Po që ti nuk je dot nëse mendon që ke njerëz që impaktohen nga sjelljet e tua aty mbrenda. Jo, po hyre me hall aty brenda, mos hyr fare. Do ta ndash bezdiz ato ke dhoma rrëfimit. Si e kam mamin? Çfarë thot mami? Nuk është këto pyetjet. Jo, nuk është e hyja shumë në dhomën e rrëfimit, se nuk linte Rozana me Laertin dhe ishim përnatuar ata dy, domethënë ku diun, hanin bukë aty brenda, çfarë bën. Ata nuk është kulçin. Edhe ne shkonim në banjon e tjetër. I vej pyesja për mamin, në një moment u tremba vërtet kur erdhën që na morën analizat e gjakut, e urinës, apo thashun ka rënë Covidi prap. Aty u shkonda fare tash mami vetëm jashtë. Edhe jo rri qet, po prap nuk i besoj thosha. Ka rënë Covidi jashtë. Ja nuk e di se mund të kishte një pandemi tjetër, po. Pa informacion, pa gjë fare, pa skenar, pa o zot, u çmenda. Edhe mami më. Normal.